Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga 9 koriku fillojnë të rrjedhin afatet kushtetuese për krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Afati 30 ditor për mbajtjen dhe përmbyllen me sukses të seancës konstituive të Kuvendit nis më 9 korik dhe përfundon më 7 gusht. Seanca duhet të thirret nga Albulena Haxhiu në cilësinë e ushtrues detyrës së presidentes. Nëse kjo nuk ndodh brenda afatit kushtetues, Kuvendi mblidhet automatikisht në ditën e 30. Përpara seancës konstituive, Haxhiu duhet të thrasë mbledhjen përgatitore me kryetarët e 15 subjekteve politike që kanë fituar mandate në Kuvend. Seanca konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re Fatma Taçi. Partia Demokratike e Kosovës paralajmëron se nuk do të japë vot pa kushte për cilin do kandidat që mund të propozohet nga kryeministri Albin Kurti për postin e presidentit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, tha se beson që as partitë e tjera opozitare nuk do të mbështesin një kandidat vetëm si rezultat i presionit politik. Ajo ka theksuar se opozita nuk është makinë e lëvizjes së dorës së dëshirave të Kurtit në Kuvend, duke shtuar se ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e shtetit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko argumentoi forcimin e lekut me përmirësime strukturore në bilancin e jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe rritjen e flukseve valutore që hyjnë në vend. Gjatë raportimit në Komisionin e Kuvendit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, Seko u shpreh se gjatë vitit 2025 bilanci i jashtëm është përmirësuar ndjeshëm, i mbështetur nga të ardhurat në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja direkte kryesisht në sektorin e pasurive të paluajshme, të cilat kanë sjellë miliarda euro në ekonomi. Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel të caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rreziqeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit. Guvernatori theksoi se për sa kohë Shqipëria ka një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe ekonomia vijon të rritet me ritme rreth 3.8%, e mbështetur nga flukset natyrore valutore, është normale që monedha kombëtare të vijojë të mbiçmohet. Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit të këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliard euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme. Shqipëria rrit investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj si vend antar i NATO-s, duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Male publikoi të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtje, duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur me 24.1 miliard lekë në vitin 2020 në 52.6 miliard lekë në vitin 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lekë. Sipas rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët të aleancës. Maturantët shqiptar që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin New Albania. Raundi i parë i aplikimit është nga 27 koriku deri në 1 gusht. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde, duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Sipas tij, raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator. Më 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në Albania. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.